Kur ende nuk është mbushur një vit nga betimi i qeverisë, vjen edhe ndryshimi i parë në kabinetin e drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Ministri për marrëdhëniet me parlamentin Ilirian Celibashi ka vendosur të largohet nga qeveria dhe në vend të tij shefi i ekzekutivit ka zgjedhur deputeten Ermonela Felaj. Arsyet e kësaj dorëheqje janë tërësisht profesionale, shkaqet, motivet dhe interesi i këtij akti. Falenderoj kryeministrin Rama për vlerësimin dhe i shpreh gjithë angazhimin tim profesional, moral, por edhe politik. Ndërkaq kryeministri Rama garantoi se nuk do të ketë ndryshime të tjera në qeveri, duke vlerësuar punën e ministrave të kabinetit që ai i drejton. Nuk ka pasur asnjë sekond në këto 300 e pak ditë që unë të kem menduar për informatimin, përkundrazi, mund t'ju them me sinqeritetin më të plot se vjen keq vetëm për një gjë, që asnjëherë nuk kam pasur kohën e mjaftueshme për t'ju shprehur të gjithë ministrave dhe ministrave të qeverisë së Aleancës për Shqipërinë Europiane mirënjohjen time. Por pavarësisht shpalljes publike të lëvizjes në qeveri, Ermonela Felaj nuk mund të ulet në karrigen e ministrit deri në shtator, atëherë kur do të mblidhet parlamenti, pasi kushtetuta përcakton se ministri dekretohet nga presidenti, votohet në parlament, kthehet në presidencë për të bërë betimin e vetëm më pas fillon punë. Në shtator pritet që edhe Ermonela Felaj të dorëzojë mandatin e deputetes, ashtu siç ka ndodhur edhe me ministrat e tjerë, dhe në parlament do të hyjë tashmë Anila Galliu, e cila renditej e 8-ta në listën e kandidatëve të Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Beratit.